E fundit, si mund të fshehesh pjesëmarrje një samit të tillë? Cilat janë arsyet që fsheh? Buracak, Langaraq, janë të pakta, po dhe prostitut politike, po dhe e tillë nuk e fsheh. Ti shkove, more pjesë, je në panel, je në foto, kujt ja fshes ti këte? Pra, shikoni se çfarë nuk e di cilën fjalë t'i them. Nuk përdor fjalët e tij me cilat ka lind në gojë, nuk ja lejoj vetes, por i them të paktën Langaraq. Shkove, njofto që isha në samitin global për demokracinë, të organizuar nga ekstremisti i majt Alex Soros. Mirë po, këto lëvizje midis ekstremeve, të këtij njeriu pa karakter, delinkuent, i kapur nga ligji shqiptar dhe ndërkombëtar, bëjnë qesharake Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky mendon, çfarë tregon me këtë? Ky tregon me këtë se ky nuk ka interesa kombëtare. Shkove, pranove dhe u antarësove në bordin e paqes. Dhe për këtë shqiptarët meritojnë shpjegimin që vijon. Ne kemi miratuar këtë plotësisht, sepse po t'jetë çështja për çështje të sigurisë kombëtare, ne absolutisht pa asnjë ndyshje votojmë dhe jemi në anën e Shteteve të Bashkuara. Mos ketë iluzion.